Unë për më bo musliman e kam një kusht. Çfarë është ai kusht? Unë çka po e bren tash Amr ibn Asin? Thot, po bona musliman me kusht që Allahu me ma fal kretat të kalume të errët dhe të zezë që e kam në ty. Këtë person, edhe pse me këtë qëndrim armiqësor, edhe pse me o plot urrëtie dhe luftë kundër Islamit dhe pejgamberit të Islamit Muhammedit alayhi salatu wassalam, don Allahu që pas një kohe ja ruan momentin dhe ja çon udhëzimin. Dhe po udhëzohet, po don me hyrë në fen të cilën e luftoi deri dje. Po don me pranu pejgamberin alayhi salatu wassalam për pejgamber, të cilit deri dje i thoshte mashtrues, gënjeshtar, palltor, magjistar e të ngjashme. Çfarë bëri që ky person me ndryshu? Ndoshta ajo që e ndryshoi pos mëshirës dhe rahmetit Allahut është se ky dhe shumë të tjerë nuk ishin të bindur në atë që e thonin. Edhe pse e luftonin pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe e luftonin Islamin, e luftonin padrejtisht, ata e dinin këtë. Mirë po ja që inati, zilia, pazaret e ndryshme, edhe e luftonin të dërguarin Allahut, për ndryshe e dinin se e vërteta është me ta. E dinin që janë duke hasmëruar, edhe janë duke luftuar kundër një të vërtetës së madhe, e cila është të vërteta më e madhe që quhet fe e zbritur prej Allahut lartësuar. Vjen te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i dërguari Allahut kur e pa se po vjen me u bë musliman, edhe më ia dhon besën pejgamberit alayhi salatu wassalam se deri dje kam qenë armik dhe kundërshtar i madh i përbetuar i yti, ndërsa sot e tutje do të jem ushtar i përbetuar i yti, në shërbim të tëndin dhe shërbim të asaj që është e mirë për njerëzit. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e kishte rregull që ai i cili bëhej musliman me ia zgjat dorën edhe me ia dhon besën pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe Amr ibn Asi po e zgjat dorën, me i thonë se po bona musliman. Pak pa Jakob dorën pejgamberi alayhi salatu wassalam po e tërheq. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam u habit. Edhe filloi mu mërzit se pse. Çka ndodhi që me i rapi shman? Çka ndodhi që Amr ibn Asi s'po bëhet musliman? Thot, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e din ti të kalumën tëme, e din unë çka kam bë. Unë për më bë musliman e kam një kusht. Çfarë është ai kusht? Unë çka po e bren tash Amr ibn Asin? Thot, po bona musliman me kusht që Allahu me ma fal kretat të kalume të errët dhe të zezë që e kam me ty. E këtu pejgamberi alayhi salatu wasalam gëzohet edhe shlirohet edhe thot, o Amr, a nuk e din ti që Islami i fshin gjitha gjunohet edhe gabimet që i kemi bë? A nuk e din ti që me hin Islam, kreta jo e kalume para Islamit, Allahu ta harron edhe ta fshin, edhe gëzohet. Pastaj Amr ibn Asi jeton mas pejgamberit alayhi salatu wasalam, jeton si burr i mirë, si burr i mëshëm, si musliman i devotshëm, si shërbëtor i devotshëm dhe i denj i kësaj feje, derisa plakët edhe vjen koha për me vdek. Në shtratin e vdekjes, edhe po e kupton që ma nuk ka jetë për ta, filloj me qajt në shtrat. Edhe tash për me ngushlu njerëzit që ishin rreth tij, edhe djali i tij Abdullahi, thot, o bab, a pe vdekjes po tutesh? A prej vdekjes gjithë këtë trishtim dhe gjithë këtë vaj që po e ban? Thot, jo bre, nuk po tutna prej vdekjes, po tutna çka mas vdekjes, se vdekja po na vjen. Pastaj i thot djalive, o bab, po ti ka nderu Allahu mu bo musliman këtë pejgamberit. E ke po pejgamberin alayhi salatu wassalam, e ke nejt me ta, e ka qenë i kënaqur me tyje, ka vdek duke qenë i kënaqur me tyje. Çka, pse gjithë këtë frikë? Pastaj kthehet, e kthen fytyrën nga muri mëse pa kërkush, edhe fillon me qajt edhe më të madhe. Fillon me qajt. Edhe kthehet, thot, o birin, unë thot kam jetu jetë gjatë, edhe kam përvoja të ndryshme dhe kam kalun fazat të ndryshme. E kam pas një fazë kur e kam urrejt pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe kam luftu kundër tina me gjithë shka që kam pas. Edhe gjithmonë kam dash me mposht. Me ma pas marr shpirtin Allahu, gjithë fazë isha kanë në zjarr xhehenamit për gjithmonë. Pastaj thot, o kanë faza tjetër kur jam bë musliman. Edhe faza më e mirë e jetës teme. Ja kam dhënë besën pejgamberit alayhi salatu wassalam, mirë po kur nuk kam mujt me këshill në sy. Për marrës edhe turpit që e kom pas ndaj tij për shkak bamave të mia të mëshme. Kur nuk e kom mush synin tim me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Saqë më vet dikush nuk di me përshkruaj se më ka orë marrë me këshill në sy pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot me pas vdekje që të gjendje.
me iman, me pejgamberin alayhi salatu wasalam, me punë të mira, kisha shpresu shumë xhenetin. Mirë, po mos i vdiq pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu na sprovoi me depozita, na sprovoi me përgjegjësi, tash nuk e dim çka kemi bën me to. Nuk e dim sa i ka pranuar Allahu prej neve, si ka pranuar. Edhe unë po ja dorëzoj Allahut shpirtin çet fazë dhe çet gjati. Edhe vdes Amr ibn Asi radhiyallahu anhu prej shokët dallon pejgamberit alayhi salatu wasalam, e që dëshmojmë se jetën e ka bën në shërbim të Islamit, shërbim të pejgamberit alayhi salatu wasalam, por pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam gjithmonë ka qenë shërbim kësaj feje. Por Allahu e din se çfarë bën me to, sikurse e din vetëm Allahu se çfarë bën me njerëzit. Të nderuar vëllezër, këtu po duam me nxjerr një mësim për neve. Edhe secili me vendos veten në pozitën e Amr ibn Asit. Cilat janë fazat e jetës tënde? A na ndodh neve që gjatë jetës të cilën po e bëjmë këtë botë, me kalu nëpër faza ku jemi të vullnetshëm, edhe për punë të mira, edhe për punë dunjallëkut mirë, po a na ndodh gjithashtu me kalu nëpër faza kur e nim veten që jemi shumë larg Allahut, shumë larg punëve të mira, edhe kur nalemi me shiku mbrapa e shohim që shumë kemi ikë dhe jemi largu prej rrugës Allahut lartësuar. Sikurse na ndodh me kalu në faza të shëndetit, edhe me një veten mirë, pastaj edhe në faza të smundjes, në faza të vullnetit, në faza të depresionit, në faza të ndryshme. Mirë, cilën fazë po na zën neve vdekja? Çtu ta vendosim pikën, të cilën dert po e ka dhe Amr ibn Asi. Cilën fazë po na zën neve vdekja? Po se dim vdekjen kur ka më na ardhur. E që se dim vdekjen kur ka më na ardhur, atëherë na po deshka me i nejt gati vdekjes, edhe me jetu, edhe me bë jetën në fazën më të mirë që mundet me bë muslimani që kur t'ja merr shpirtin Allahu i lartësuar, por mes melekut me qenë mirë dhe me qenë i përgatitur. Të nderuar vëllezër, Allahu kërkon, nuk e ka lut me i thon apo don me vdek apo don me jetuar. Po pejgamber të Allahut. Kështu që nuk ja u bën këto njerëzve. Mirë, po njerëzve ju ka treguar se vdekja ka me ardhur. Edhe vdekja ka me zonë secili njeri. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nuk ka shpirt që Allahu e ka nxjerrë këtë dunjë vetëm se ka me dalë prej trupit edhe ka me vdek njeriu, sikur se kanë me vdek edhe gjallësat e tjera. Mirë, po çish po na zën vdekja? Çish po na zën vdekja? Ku jemi? Karshi thirrjes Allahut lartësuar, thirrjes së madhe, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besu, keni dron Allahun, një dron të sinqert, një frikë serioze dhe mos vdesni ndryshe vetëm se duke qenë musliman të mirë të nështruar ndaj Allahut. Mos vdesni ndryshe, do mos t'ju zë vdekja ndryshe vetëm se duke qenë afër Allahut lartësuar, në fazën më të mirë të jetës tënde sa i përket raporteve me Allahun e lartësuar. Mirë, çysh e ndërtojmë këtë fazë të ndëruar mëse? Çysh jetojmë këtë fazë? Çysh mujmë me këtë fazë? Këtë fazë mujmë me qëndru nëse gjatë gjithë jetës munduhet. Sepse Allahu kur po na bën thirrje që me vdek musliman, kjo është thirrje për me jetu musliman, sepse njeriu në zën vdekja ashtu që jeton, ashtu që e ban jetën, ashtu dhe ka me vdek. E pra mos vdes ndryshe, vetëm se duke qenë musliman, atëherë mos jeton ndryshe vetëm se duke qenë musliman i nënshtruar, musliman praktikues, musliman i devotshëm, i nënshtruar ndaj Allahut të lartësuar. Mirë, nëse ndodh nganjëherë më na marr ndonjë fortunë, më na largu pak, më na shmangu, më na lohat për kësaj, atë ktheje shpejt. Ktheje shpejt dhe korrigjoje shpejt, mos le që fortunat edhe erat e ndryshme të largu shumë larg, pastaj mos e mujt më kthy. Pastaj mos më të lën kohë për më kthy. Sepse Amr ibn Asi radhiyallahu anhu në tregimin që e përmendëm, Allahu i la kohë më kthy. Mirë, po nuk jemi të sigurt që neve na lën gjithë na lën kohë për më kthy. E kështu që mos lejo këto era dhe këto fortuna më na çu çash larg, sa që ma e shohim pikën ku dojme me shku, po s'kemi e gjellë me mri, s'kemi jetë ma me mri, ose s'mundemi me mri, s'kemi takatë, s'kemi fuqi. Andaj kthemi shumë shpejt, sa do që largohemi, sa do që në mashtron shejtani, sa do që habitemi, sa do, e kthejmë jetën edhe e kthejmë të fazat në të cilën Allahu po na bën thirrje me jetu, me vdekjen e to, domethënë me jetun to dhe me vdekjen to pastaj. Pejgamberi alayhi salatu wassalam gjithashtu po na bën thirrje e njëjtë me këto. Thot la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Mos të vdes kërkush për juve, mos ta zë vdekja kërkan për juve, vetëm se duke pas mendim të mirë për Allahun. Domthon jeto me mendim të mirë, ka më të zonë vdekja me mendim të mirë për Allahun. Çysh është mendimi i mirë për Allahun? Çysh llogaritet që jemi duke mendu mirë, edhe nuk jemi duke e mashtru veten, edhe nuk jemi duke ja bërë rrafsh vetes për Allahun e lartësuar. Të nderuar vëllezër, Allahu ka premtuar se do t'i falë disa njerëz.
Allahu ka premtuar se besimtarin ka me fal, edhe besimtari s'ka me qëndru në xhenem për gjithmonë. Mirë po Allahu gjithashtu ka përmend se disa prej muslimanëve kanë me kalu një fazë të jetës së tyre në botën tjetër në xhenem. Cili jam unë? A duhet me bë prova këtu? A duhet me provu? S'duhet me provu këtu. Që do të thotë se mendimin e mirë për Allahun duhet me pas gjatë gjithë jetës. E mendimi i mirë për Allahun është se Allahu ai i cili mundohet edhe punon edhe i nënshtrohet Allah s'ja hub mundin. Mirë pa ai i cili s'mundohet, qysh me mendu se e ka lënë provimin tek Allahu i lartësuar. Ai i cili s'mson provim, qysh mendon se e ka lënë provimin, e ka lënë me rishfet, ama me hak ju, edhe me merit ju, e te Allahu s'ka rishfet. Ose ai i cili s'përgatitet për intervistë, se ka lënë intervistën, e ka lënë me të mjafshëm, te Allahu s'ka të mjafshëm. Andaj domthon gjithë këto elementet, gjithë këto mëset dhe këto ndërmjetësat që i kemi na, hajtë se pak rishfeti, pak mjafësia, pak muhabeti, pak me të mjafshëm, i kalojmë te Allahu këto bijnë. Këto te Allahu i lartësuar bijnë të gjitha edhe mbetet vetëm serioziteti edhe sinqeriteti. E kështu që qysh ka mundësi pra tek Allahu i lartësuar me kalu edhe me marrë një shpërblim përhershëm, me marrë një shpërblim i cili nuk ka përfundim, nuk ndalet kurrë, nuk harxhohet kurrë, nuk tjetërsohet kurrë, vetëm çka zbukurohet edhe jeshohet edhe kompletohet çdo ditë. Edhe kurrë nuk bëhet muslimani ose banuesi i saj në ta, që është xheneti qysh, po mendojmë me marrë këtë xhenet të nderuar vëllezër me pak punë ose me hiç punë. Kjo është vetë mashtrim. Kjo është vetë mashtrim, nuk është mendim i mirë për Allahun e lartësuar. Për Allahun e lartësuar mendimi i mirë është se unë duhet me punu, edhe të punoj ato që ka mundësi, pastaj me lut Allahun e lartësuar, me pranu edhe tmetat, lëshimet që janë ta, mangësitë që janë ta, Allahu më i kompletu. Që është mendimi i mirë për Allahun. E këtë po na thret pejgamberi alayhi salatu wasalam që në çdo gjendje me na zon vdekja. E vdekja na zën këtë gjendje nëse jetojmë, çdo gjendje. Vdekja na zën neve musliman të nënshtruar ndaj Allahut, që është për qëllim të nënshtruar ndaj Allahut, nëse jetojmë të nënshtruar ndaj Allahut. Andaj të nderuar vëllezër, këto janë disa prej mësimeve ose mësimet kryesore prej tregimit të cilën e përmenda, e që është tregim shumë i madh e që duhet neve më na shti me mendu mirë e me meditu mirë rreth kësaj se në çfarë gjendje po jetoj unë. Në çfarë gjendje mundet me marrë vdekja. Sot me ardh me lejku në fund njerit, me lejku i vdekjes. Edhe te dera që të më hinjë dhe më thanë, kush është i gatshëm për juve me dorëzu shpirtin? Kush është i gatshëm për neve? I dim që kemi punë, i dim që kemi sapët, halo kemi shpresa me përmisu diçka, halo kemi imit me punu diçka, jo vërës jam gati me dorëzu shpirtin se ta zohën ai Ramazan, ta zohën ai namaz, ta zohën ai sadok. Mirë pse s'po i zën tash. S'ka më melek që vjen xhamder xhamis ose nder shtëpisë dhe ai gati me ta marr shpirtin apo po vi mas një muji. Se bën këta. E kështu që na jemi të gatshëm sot me dhon shpirtin. Përderisa jemi të gatshëm, domethënë nuk kemi kompletuar, nuk jemi të sigurt që kemi me marr boll për me çutë Allahu i lartësuar. Andaj pse mos më na shërby kjo si pikë kthese, si pikë vetëdijsimi se nëse vjen nesër meleku me pas me çka me prit, me pas me çka me dal në botën tjetër, edhe me pas me çka me dal Allahu të lartësuar. Allahu na i përmirësoj gjendjet tona. Allahu na i mëson me jetu musliman, të nënshtruar ndaj Allahut sinqerisht, të përulur ndaj Allahut, na i pranoj veprat tona, na boft që me na zonë vdekjen këtë gjendje dhe fjala e fundit e kësaj bote me qenë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah na i zbart fytyrën dhe mos na turprof në botën tjetër, na shpëtof prej zjarrit të xhenemit dhe na fut në xhenetet e tij neve, familjarët e tonë dhe të gjithë dashamirët edhe të gjithë muslimanët tanë kanë botës. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.